Atëherë jemi te klasa e 3 te libri Sadiun te matematika përsëri. Ushtrimi 11 në faqen 54, shkruaj 3 numra të njëpasnjëshëm ku më i madhi është 246. Kur thuhet më i madhi është 246, mirë është që fëmia atje ku e shkruan, le ta vendos në fund 246. Sepse ky ishte më i madhi. Gjithsej janë 3 numra, që do të thotë, kemi një tjetër këtu dhe një numër tjetër. Pra, 1, 2. Më i madhi është 246. Njëri kusht ishte më i madhi 246. Kushti tjetër 3 numra. Dhe kushti i fundit të njëpasnjëshëm. Pra, para 246-ës një numër. 246 minus 1. 225. Minus 1. 224. Edhe njëherë, numri më i madh është 246. Meqense janë të njëpasnjëshëm, do të thotë që këta ndryshojnë me nga 1. Në rastin ton, zvogëlohen me nga 1 sepse na është dhe numri i fundit. 246 minus 1, 225. Minus 1, 224. Po marrë dhe një shembull tjetër, por një rast të kundërt, jo numrin më të madh, por numrin më i vogël. Shkruaj 3 numra të njëpasnjëshëm ku më i vogli prej tyre është 899. Pra, më i vogli prej tyre është 899. Që do të thotë, ne kemi 2 numra të tjerë që rriten me nga 1. 899 plus 1, 900. 900 plus 1, 901. Edhe njëherë, në rastin e dytë, numri më i vogël ishte 899. Numrat e tjerë do të rriten me nga 1. Këtu kemi 9 plus 1 bëjnë 10, kalon 10-qa, rritet 800-qa. Pra 99 plus 1 bëjnë 100, plus 800, 900. 900 plus 1, 901. Ky është edhe shkrimi i numrave të njëpasnjëshëm kur jepe njëri prej tyre.